Kur e vërteta zë vendin, COVID-19, vaksinat dhe heshtja e turpshme e mediave kryesore. O tempora, o mores. Thëriste Ciceroni në kohët e dekadencës romake. Sot, të njëjtën thirrje mund ta bëjmë edhe ne, qytetarët e një epoke që përjetoi jo vetëm një pandemi, por edhe një manipulim sistematik të mendjes, frikës dhe shpresës njerëzore nga mediat dhe institucionet që pretendonin se mbronin të mirën publike. Një nga këto media, ndoshta më e fuqishmja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Wall Street Journal, një gazetë që dikur përfaqësonte zërin e ekonomisë dhe besueshmërisë editoriale. Por sot, kjo gazet ka shkruar një artikull që sfidon vetveten, madje në mënyrë thuajse cinike, duke zbuluar atë që shumë studiues të pavarur, qytetar kritik dhe zëra të heshtur të shkencës e kanë paralajmëruar prej vitesh. Pasojat e COVID-19 dhe të vaksinave ndaj tij nuk janë aq të padëmshme sa u na u tha. Kur gazetaria humbi dinjitetin. Le të kthehemi pas. Në vitin 2020 e mëtej, çdo zë kritik ndaj politikave të vaksinimit u censurua. Nga YouTube tek Facebook, nga Twitter tek vetë faqet e gazetave më të mëdha, mbizotëronte një linjë e vetme: besoni shkencën, edhe kur ajo binte ndesh me logjikën, të dhënat e reja apo vëzhgimin empirik. Wall Street Journal, si shumë të tjerë, nuk ngriti asnjë pikë pyetje, përkundrazi, dënonte dhe përqeshte çdo kritik që ngulte këmbë për një qasje më të kujdesshme. Nuk ishin gazetarë ata që investigonin. Ishin zëdhënës të pushtetit, të farmacive të mëdha, të agjencive shtetërore që më shumë ngjanin me aparate propagande se sa institucione të shëndetit publik. Dëmi i vonuar, plakja e parakohshme, dëmtimet kognitive, humbja e aftësisë për të jetuar normalisht. Në artikullin e ri të SIE, vihet theksi tek pasojat afatgjata të COVID-19 dhe vaksinimit, dëmtime të trurit, plakje e parakohshme, vështirësi në përqendrim, mbirje mendore, plogështi e përhershme. Shembulli i Ken Todd, ish ekzekutiv i shotime në New York, është tronditës. Në moshën 56 vjeçare, ai është i paaftë të punojë për shkak të një forme të impairment kognitiv të shkaktuar nga COVID-19. Ai u përball me lodhje mendore dhe fizike aq të thellë sa që nuk mund të mbante më asnjë intervistë pune. Ishte diagnostikuar me një sëmundje që zakonisht shfaqet në të moshuarit, humbje progresive e funksioneve mendore. Pra, pas 5 vitesh, Wall Street Journal e pranon. Miliona Amerikanë vuajnë ende nga efektet afatgjata të COVID-19 dhe vaksinimin. Kjo vjen pasi për vite të tëra, çdo shqetësim, çdo incident, çdo dëshmi personale, u injorua dhe u etiketua si teori konspirative. Çfarë po ndodh në të vërtetë? Shkenca tani po pranon atë që për vite ishte tabu. Long COVID është një sindrom reale, që mund të zgjas me muaj apo vite. Studimet të fundit kanë lidhur vaksinat mëna me efekte të mundshme në sistemin neurologjik, sidomos tek disa individ me predispozita të caktuara. Një raport i NIH, Instituti Kombëtar i Shëndetit në SHB, më 2023 pranoi se, në disa raste të rralla, vaksinat mund të kenë shkaktuar përgjigje autoimune të papritura që çojnë në lodhje kronike ose disfunksion nervor. Revista Nature Reviews Neurology publikoi më 2022 një artikull ku pranoi se COVID-19 shkakton një formë përshpejtuese të plakjes së trurit tek disa pacientë. Këto fakte sot janë lajm, por ku ishin gazetarët 5 vjet më parë? Ku ishin ata kur njerëzit e frikësuar kërkonin informacion të balancuar dhe të bazuar në prova reale, jo në slogan propagandistik? A do të kërkojnë ndonjëherë ndjes media? Në një shoqëri që kërkon të jetë demokratike, ndjesa publike është forma më e lartë e vetë reflektimit profesional. Por as Wall Street Journal, as New York Times, as CNN, nuk kanë kërkuar falje për mënyrën brutale si sulmuan qytetarët që kërkonin të kuptonin më shumë, që dyshonin, që kërkonin transparencë. Ata u etiketuan si antivaksin, konspirativ, kundër shkencës, ndërkohë që e vetmja gjë që kërkonin ishte e vërteta. Mësimi që nuk duhet harruar kurrë. E vërteta shkencore nuk është absolute dhe e pandryshueshme, ajo zhvillohet, rishikohet, përmirësohet me kohën. Por gazetarët dhe institucionet publike nuk kanë të drejtë ta trajtojnë atë si dogmë. Kur ata e bëjnë këtë, dëmtojnë jo vetëm të vërtetën, por edhe besimin që qytetarët kanë ndaj shkencës, mjekësisë dhe sistemit shëndetësor. Ndaj sot, kur SIE flet për dëmtimet kognitive nga COVID-19 dhe vaksinimi, nuk duhet vetëm të botoj artikuj, por të hap hetime, të kërkoj falje dhe të hap një kapitull të ri. Të gazetarisë që nuk është në shërbim të pushtetit, por në shërbim të njerëzve.
E vërteta nuk vdes, por fshihet përkohësisht. Në një epokë të pandemisë informacionale, ku fjala e shkencëtarit të pavarur u shtyp nga makina mediatike, e vërteta mbijetoi në skaj, në laborator të vegjël, në biseda të censuruara, në zëra që nuk u dëgjuan. Sot ajo po del në sipërfaqe. Dhe ndoshta nuk do të ketë ndjesë të mjaftueshme për ata që u mashtruan, u detyruan, u përçmuan. Por një gjë është e qartë, të heshtësh sot përballë kësaj hipokrizie është njësoj si ta përsërisësh nesër.